Në fshatin Strëmnov të Gostivarit, bashkëveprimtarët, familjarët e dëshmorëve, miq dhe bashkëvendas përkujtuan 35 vjetorin e rënjes së dëshmorit Naser Veliu. Në varrezat e fshatit Strëmnov, ku prehen eshtrat e dëshmorit, të pranishmit evokuan kujtime mbi jetën dhe veprën e tij. Programi u hap nga veprimtari dhe gazetari Bekim Adili nga Kërçova, i cili me këtë rast ftoi të pranishmit për 1 minutë heshtje. Malësia e Gostivarit me kryeqendrën e saj Strëmnovën në çdo periudhë historike i ka falur dëshmor kombit ton. Ashtu si që përpara 35 vitesh ra heroikisht Naser Veliu, i cili edhe pse i njohëm në moshën e tij rinore, përpara robërisë, ai zgjodh fortunën dhe vdekjen e emër të lirisë. Ideale të cilat nuk e mposhtën përballë regjimeve të kohës, për të qenë një veprimtar i palodhur, i paepur dhe duke mos njohur frikën e regjimeve të asaj periudhe. Dhe atill edhe ra, për të mos u harruar kur, për të kujtuar gjithmonë për gjakun të cilin ai i fali kësaj toke në emër të lirisë, në emër të bashkimit, si që e kishte edhe nofkën, për të cilin ne duhet të vazhdojmë që amanetet e tij të jetësojmë deri sa kjo tokë dhe kjo jetë ekzistojë. Një fjalë rasti ka zhvilluar edhe profesori Ismet Gjonuzi Krosi, i cili tha se këto përkujtime janë linje për dëshmorët e dheut. Ndonë se sot shënojmë në vigjilje të 35 vjetorit të rënjes së herojt tonë, amanetet rënda. Ne mund të thurim fjalime për mbajtje, qofshin domethënie edhe më të rënda edhe më të thella. Por mbi varin e tij do të vendojmë lule. Naser Veliu, amanetin që na ke lënë ndekimi mbi supe dhe nuk është realizuar dhe jemi në rrugë të mbarë për të përcjellë amanetin në vend. Ndonë se genialiteti i kombit është gjithmonë vlerë. Dhe shkurt e shqip thuhet. Me vdek për atë dhe është njësoj sikur me le. Në emër të shoqërisë Lëvizja para të pranishmeve, një fjalë rasti zhvilloi Besnik Rameti, përfaqësuesi i kësaj shoqërie për maqëni. Vepra e Naser Veliut, i cili që në rini, do thonë që në moshën e re, ai u brumos me idealet e ilegalitetit shqiptar. Ai është brumos me burgosjen e shqiptarëve në mënyrë të padrejtë nga shteti i ish Federatës Jugoslave, duke u frymëzuar nga veprat e Adem Demaçit me Tush Krasniqit. Dhe ngjarjet të cilët i përjetoi populli shqiptar i asaj periudhe ishin ngjarjet e demonstratës së vitit 1981, ku sipas shënimeve edhe të Ismet Krosit, por edhe shënimet e tjera që kanë dhënë për atë kohë, thuhet se Naser Veliu e gjeti domethënë vrasja e 3 herojëve më të mëdhej, e gjeti edhe atë vetë në Gjermani. Duke i ditur padrejtësi që janë bërë kombit shqiptar, edhe këtu në Maqedoni, ai është kequr thellë në ilegalitetin dhe veprimet të cilat ai ka bërë, duke mos heshtur asnjëherë në organizime, protesta, mirëpo edhe në pajtimin e xhaçeve. Ajo që më së tepër më e ka prekur vetë atë ishte marrja e Kushtetutës së Kosovës nga apo autonomia e saj nga Serbia apo nga Federata Jugoslave. Andaj, në emër të shoqërisë Lëvizja, në emër të kryetarëve dhe në emër të gjithë përfaqësuesve, lavdi veprës së Naser Veliut. I përjetshëm qoftë kujtimi. Kryetari i SHVL-UÇK-s Fazli Veliu, në pamundësi për të qenë i pranishëm fizikisht, përmes një video incizimi sjell në kujtesë fragmente nga veprimtaria heroike e Naser Veliut. Kemi vendosur dhe vazhdojmë që sa tjetë jeta, sa tjetë toka, sa tjetë njerëzimi, të dhim pranë, të nderojmë, përkujtojmë me mendje e zemër, e me përkushtim si që ke qenë ti, si që ke dashur ti, edhe tash me shpirt si çdo ti që të vazhdojë veprimtaria jote e shejt kombëtare. Vendosëm dje, vazhdojmë sot. Të qëndrojmë pranë
me forcën e përbashkët të antarëve të familjes, që është njëta e padarë, si familje e vëllait, si familja e djalit tanë, si familjet të cilat janë pranë teje, si shokët, ashtu edhe adhetarët e dëshmorët e qeshjes kombëtare. Kemi vendosur që në emër të Lëvizjes Popullore të Kosovës, antari se cilit ke qenë me dignitet, me përkushtim, me betim i liri e vdekje, dhe të vazhdojmë me 3 embleme të ushtrisë shqiptare kombëtare, të cilave ti u prishe në formën tënde, me gjithë gjendjen tënde, me gjitha mjetet që i duheshin revolucionit tonë. Në emër të familjes Veliu të pranishmit i falenderoj për pjesëmarrje Luan Veliu, vëllau i dëshmorit Naser Veliu, i cili po ashtu ka ndjekur gjurmët e vëllaut sa i përket aktiviteteve të çështjes kombëtare. Unë jam sot këtu të pres ju dhe të përulem para jush që familjen time nuk e latë vetëm sot e 35 vite më herët. Tani vazhdoj me Avni Elmazin për të përfunduar me pushkën e Ismail Mehmedit, komandant Fishekut, të cilët për fatkeqësinë tonë dhe për krenarin tonë, si celul komplet sot pushojnë këtu në këto vareza. Ndërkohë, nderime janë bërë dhe të 2 dëshmorë tjerë të fshatit Sërmnof, Avni Elmazi dhe Ismail Mehmedi, komandant Fisheku. Ndryshe, në prill të vitit 1990, në një komplot të përgatitur nga shërbimet sekrete të shtetit të atëhershëm jugosllav, në një aksident orkestruar nga UDB-ja jugoslave, humbën jetën Naser Veliu, i njohur me pseudonimin Bashkimi, dhe veprimtarja e çështjes kombëtare Nuri Ezekaj nga Kosova.